Shtëpinë e Big Brother, mëngjeset ishin gjithmonë të çuditshme. Jo sepse ndodhte diçka e madhe, por sepse gjithçka dukej më e ndjeshme, më e zhveshur nga shurma e ditës. Ishte ajo orë kur banorët ende nuk kishin vendosur maskat e tyre, kur syt ishin ende të lodhur dhe mendimet më të sinqerta. Dolce u zgjua herët atë ditë. Nuk donte të fliste me askën. Kishte nevojë për pak qetësi, për ujë të ngrohtë, për një moment vetëm me veten. U ngrit ngadalë nga shtrati, mori rrobat dhe u drejtua drejt banjës, duke u përpjekur të mos zgjonte askën. Kur dera e dushit u mbyll pas saj dhe uji filloi të rrinte, ajo ndjeu një lehtësim të menjëhershëm. Uji i ngrohtë i binte mbi shpatulla, mbi flok, mbi mendime. Avulli u ngrit shpejt, duke mjegulluar pasqyrën, duke e shkëputur nga gjithçka tjetër. Ajo mbylli syt, në atë qetësi, mendja i shkoi tek Limi. Nuk e kishte planifikuar. Thjesht ndodhi. Mendoi për mënyrën si ai e shikonte ndonjëherë pa folur. Për mënyrën si i rrinte pranë pa e shtyr, pa e kërkuar më shumë se ç'duhej. Ishte një ndjesi e butë, e ngrohtë, që i qëndronte në gjoks. Jashtë, Limi ishte zgjuar. Nuk flinte mirë këto ditë. Mendimet i vinin herët. Kur dëgjoi shurmën e dushit, e kuptoi menjëherë kush ishte. Nuk e dinte pse, por u ndal. Qëndroi aty për disa sekonda, duke dëgjuar ujin që rrinte. Sikur ajo shurmë i qetësonte diçka brenda, nuk ishte impuls i nxituar. Ishte diçka më e thjeshtë. Ai u ngrit, mori një peshqir dhe ju afrua derës së banjës. Trokitja ishte e lehtë, pothuajse e padëgjueshme. Dolce? Tha me zë të ulët, pa e prishur qetësinë. Ajo u kthye nga dera. Për një moment u mendua. Pastaj foli, po. Jam këtu, tha ai. Nëse është në rregull. Dolce mori frym thellë. Nuk ndjeu frikë. As bezdi. Vetëm një ndjenjë të çuditshme qetësie. Hyr, tha thjesht. Limi hapi derën dhe u fut brenda. Avulli e mbështolli menjëherë. Ajri ishte i ngrohtë, i lagësht, dhe shurma e ujit krijonte një perde që i izolonte nga çdo gjë tjetër. Ata nuk u afruan menjëherë. Qëndruan secili në hapësirën e vet, duke ndarë të njëjtin ujë, të njëjtin moment. Nuk kishte asgjë të sikletshme. Vetëm prani, është qetë, tha Limi pas pak. Po, ju përgjigj Dolce. Më pëlqen kështu. Pa zhurmë. Ata vazhduan të laheshin, secili me mendimet e veta, por me një ndjesi të përbashkët. Uji rrinte mbi ta njësoj, pa dallime, pa pyetje. Avulli e bënte gjithçka më të butë, më të ngadalë. Limi e pa Dolcen dhe buzëqeshi lehtë. Ndonjëherë mendoj se këtu brenda harrojmë të jemi normal. Ajo uli syt. Ndoshta sepse gjithmonë po na shohin. Po, tha ai. Por tani. Duket sikur jo. Dhe ishte e vërtetë. Për atë çast, kamerat, loja, tensionet, gjithçka ishte larg. Kishte vetëm ujin, avullin dhe dy njerëz që ndanin një moment të thjeshtë. Dolce mendoi sa e rrallë ishte kjo ndjenjë. Jo emocion i fortë. Jo dramë. Thjesht qetësi. Dhe ndoshta, kjo ishte më e vështira për t'u gjetur në atë shtëpi. Kur dushi u fik, avulli vazhdoi të qëndronte edhe pak, sikur nuk donte t'i linte të largoheshin nga ai çast. Ata morën peshqirët, u thanë në heshtje dhe dolën njëri pas tjetrit. Në korridor, dritat ishin ende të zbehta. Askush tjetër nuk ishte zgjuar. Ata u pan për një moment. Faleminderit, tha Dolce. Edhe unë, ju përgjigj Limi, nuk kishte nevojë për më shumë fjalë. Ata u ndan, secili drejt dhomës së vet, por diçka kishte ndryshuar. Jo në mënyrë të zhurmshme. Jo me premtime. Por me një ndjenjë që mbeti e ngrohtë, si avulli që mbeti në ajër edhe pasi dushi kishte mbaruar. Në shtëpinë e Big Brother, ku gjithçka analizohet dhe gjykohet, ata kishin ndarë diçka të thjeshtë, njerëzore. Dhe ndonjëherë, pikërisht këto momente janë ato që mbahen mend më gjatë.